Një pavion ja u kemi lënë piktorëve të Pogradecit, se cili ka material për të shitur, e ve atje, i ve dhe çmimin, ja u le atyre me inventar, se atje do jetë vendi që do vizitohet më shumë nga turistë. Kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli tha se së shpejti të gjithë piktorët e Pogradecit do të kenë këndin e tyre të veçantë për të shitur veprat e artit. Një hapësirë e tillë do të mundsohet në qendrën e re të vizitorëve në Drilon, kur çdo piktor do të ketë mundësinë ta shfrytëzojë falas ambientin për të shitur pikturat e tyre tek vizitorët. Këtë pojim Xhakolli e bëri teksa vizitoi atelien e piktorit Pogradec Argentian Zeka në rrëmejnë të Pogradecit. Zeka është një pretur e piktorëve, i cili me punën e tij jo vetëm na bën krenar, por promovon Pogradecin në dimensione të ndryshme. Pata kënaqësinë të zhvilloja një vizitë në studion e tij në rrëmejnë të Pogradecit, ku autori ka zgjedhur të mos lëviz nga vendlindja dhe ta zhvillojë jetën artistike mes Pogradecit dhe rrëmejnjit. Zeka është autor i 10 ekspozitave kombëtare e ndërkombëtare, duke i treguar botës se arti në Pogradec është pjesë e pandare për ditëshmërisë dhe se Pogradeci, natyra, fshatrat e tij janë muzë frymëzimi për piktorët, artistët dhe shkrimtarët.